Të dashur prindër, nesër mos lejoni që fëmijët tuaj të shkojnë në shkollë. Bojkotoni shkollën nesër, sepse ligji për barazinë gjinore çfarë mu quhet është rrezik për familjen. Ky ligj është rrezik për familjen, për fëmijët. Varu karin pëse pëte në djatë të venë. Bëuni si që betë atere kur bën protesta për plera. Bëuni një. Për shpirtën enës. Është në rrezik familja. Mos lejoni nesër të gjithën, sidomos në Tiranë, bojkotoni mësimet dhe ikni para parlamentit që ky ligj të zhbehet. Është dita më e keqe për popullin shqiptar, të paktën ne na ka mbetur vetëm familja. Politika na ka dhunuar në të gjithë këto vite, na ka bërë dele. Aman familjen po e mbajmë me thonjë. Dhe kjo është goditja e fundit që po i bëjnë këta qelbësira familjes. Mbroni familjen, mbroni fëmijët, nesër mos i lini. Bojkotoni mësimin nesër në të gjithë Shqipërinë, në pithë të kurvave të venë, pëse, në pithë të robe të venë. Nuk ka lidhje fare politika. Mbroni familjen.